Reforma territoriale është rikthyer në tryezën e diskutimeve këtë herë në një dëgjes me përfaqësues të pushtetit vendor dhe Kongresit të autoriteteve lokale dhe rajonale të Këshillit të Evropës. Takimi zhvillohet pas kërkesës së shoqatës së bashkive dhe të zgjedhurve vendor, e cila ka kërkuar që institucioni evropian të shqyrtojë mënyrën se si është zhvilluar deri më tani procesi i rishikimit të reformës së vitit 2014. Në fokus të diskutimeve janë shqetësimet e bashkive lidhur me respektimin e autonomisë vendore dhe standardeve të përcaktuara në Kartën Europiane të Autonomisë Vendore. Përfaqësuesit e pushtetit vendor kundërshtojnë mënyrën se si po procedohet me ndryshimin e hartës territoriale, duke argumentuar se procesi nuk ka përfshirë në mënyrë të plotë të gjitha fazat dhe konsultimet që sipas tyre duhet të paraprijë një ndryshimi të tillë. Debati lidhet drejt për drejt me projektin e mazhorancës socialiste për një ndarje të re administrativo-territoriale. Sipas propozimit të bërë publik, 15 bashki pritet të shkrihen dhe të përfshihen në njësi të tjera vendore. Por ndryshimi i propozuar ka hasur kundërshtimin e banorëve të disa prej këtyre zonave. Prej javësh janë zhvilluar protesta me qytetarë që kërkojnë ruajtjen e bashkive të tyre dhe kundërshtojnë bashkimin me njësi të tjera. Shoqata e bashkive sqaron se kërkesa drejtuar Këshillit të Evropës nuk synon që ky institucion të vendosë se si duhet të jetë harta e re e Shqipërisë. Ajo kërkon që të vlerësohet procesi i ndjekur nga autoritetet shqiptare, konsultime me pushtetin vendor dhe përputhshmëria e ndryshimeve të propozuara me standardet europiane të autonomisë lokale. Dëgjesa e zhvilluar këtë të martë pritet të shërbejë edhe si një pikë e rëndësishme në debat për reformën, në një kohë kur mazhoranca ka avancuar edhe propozimet për ndryshimin e hartës territoriale, ndërsa bashkitë dhe komunitetet e prekura kërkojnë që vendimarrja të mos bëhet pa konsultim të gjerë.